Hoxha, a pranohet namazi pa përqëndrim, pa hushu, pa përullësi. Do më thonë, Allahu Akbar, sheshë s'po du me nënshmu edhe këtë namaz, a pranohet. Se këto janë di fjala hushu, kena pas problem se me shëtë se në fjallë shqipe me e përkëthi. Se fjala hushu, ndoshta më e përafërta është nëse përkthehet me përullësi. Njeriu në namaz do të me pas përullësi, do të me falë atë. Hushu vjen nga fjala arabe khasha, kur diçka friksohet dhe në shenjë të frikës ka edhe respekt edhe për ullet edhe i dorëzohet plotësisht Allahu subhanahu wa taala. E tash pejgamberi na ka treguar një hadith dhe na ka shpjeguar situatën me disa njerëz. Thot ka disa njerëz që falen. Nga namazi i tij nuk i regjistrohet përveç gjysmës. Përveç 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Kjo është Shka janë këto? Këto janë pjesë të namazit kur ka qenë i përqendruar në namaz. Ka pas përullësi, ka pas frikë dhe respekt në Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë ka qenë në namaz, brenda në namaz, jo vetëm me pamjen e jashtme në namaz, se ne kur ta shohim për jashtë njeriu kur i vendos duart të djathtë mbi të majtën, mbi trup, edhe kur e ul kokën, edhe kur bën ruku, kur bën sejdë, ne themi kjo është duke u fal. Por sa është duke u fal, varet nga ajo se sa në brendësinë e tij është me të vërtetë ai në namaz, apo do të thotë sikurse ishte një tregim e thonin përpara si një lloj anekdote për një person i cili ka hyrë në namaz mas imamit në xhami dhe imami në namazin e drekës vend se i fal 4 rekate i ka fal 3 rekate. E ta xhamati ka thënë jo i falë 3, jo i falë 4, e 3 rekate. Edhe shota e tregtare thotë jo hoç ta i ki fal 3 rekate. Pse thotë? Nga e kuptove se vetëm 3 i falë. Po tha të recati i pare bëna hesapin e dyqanit parë, të i dyti hesapin e dyqanit dytë, të i treti hesapin e dyqanit tretë, e të katërtin se ne bëna se falë. Do me thonë se ky person është nga forma jashtme në namaz, edhe dietarët thonë se namazi i tij ai e ka kry obligimin, por ai e ka plotsu sevapin. Ai ka plotsu sevapin te Allahu xhashanu, edhe sa mund të shpreson tek ai namaz, kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot në një saf janë njerëz, njëri thot është i lidhur me çështjet e dunjas në namaz, dhe sa tjetri është lart në botën e lartë e melekëve, me robërit, me pejgamberët, me njerëzit e mirë në atë raportin që e krijon me Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë, është plotësisht ndryshme gjendja e këtyre dy personave. Njëri është në namaz, sepse nga jashtë kur ti shohësh njëjtin, edhe në njëjtin saf, ndoshta janë edhe i kanë gjithkohë në saf të ndërsa gjendja e tyre është shumë larg prej njëra tjetrës. Prandaj interesant. Sikur se thot Hasan el-Basriu, seria ke Hasan el-Basriu apo një dietar tjetër, thot ka ibadete të lehta dhe ibadete të rënda, të vështira. Ibadetet të lehta janë krejt ibadetet nga forma e jashtme. Se ndoshta ti ke qenë në numre, inshallah shkon edhe në hax. Haxhi pak është i lodhshëm, veçantë ditën e Arafatit, pas Arafatit do të shkon kohë me hec një 80 kilometra, dhe lodhet njeriu. Me ihrame, me prap kjo është e lehtë, se është diçka që njeriu shumë ma lehtë e kontrollon atë çka e bën jashtë, apo? Dhe ka ibadete të mbrëmshme që janë të vështira. Zemrën e kam në jetën ashtu si duhet ja. Am mbështet në sa duhet tek Allahu xhallahu. Kam frikë për Allahut sa duhet. Shpresa ime, mos jam të tepru shpresë, mos jam të tepru më tepër se sa duhet në shpresë ndaj Allahut xhallahu. Kretë janë këto gjëra që janë të vështira sepse janë ibadete të zemrës. E këtu dëshmohet imani i fort. A imani i fort e tham
Më së miri forcohet nëse ne e njohim Zotin ton, edhe e ushqejmë imanin ton me ibadete, me madhrim të Allahut subhanahu wa taala, dhe në këtë mënyrë ne inshallah do të jemi më të përqendruar në namaz. Më të përulur në namaz. Edhe siç e tham, mos ta keq kuptojnë se namazi nga forma e jashtme nuk ka ndoshta asnjë mangësi, por nga aspekti i brendshëm aty ka çka të bisedohet dhe ka mundësi, domethënë edhe të themi se ky namaz Allahu xhashanu nuk e pranon. Inna Allah, thot pejgamberi edhe këtë po e them, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyib. Allahu është i mirë dhe nuk e pranon nuk pranon asgjë përveç asaj që është e mirë. E kushti për me qenë namaz i mirë do të me qenë me përulsi, me sinqeritet, me zbatim të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto gjërat e plotësojnë atë që quhet namaz.